Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po takohemi sërish së bashku me mua Tiron Alili në kanalin Monitor TV, këtë herë për të folur për një ngjarje që në fakt ditën e djeshme na ka tronditur të gjithëve. Ka qenë shumë e përfolur dy ditët të fundit Egli dhe Fifi, dy artiste që erdhen me një bashkëpunim, ku më pas kënga e cila mori një viralitet të menjëhershëm që nga momenti i publikimit u ndalua për disa arsye që rrjedhëshimisht u kuptuan. Dita e djeshme na ka befasuar me lëvizje të këngëtarit të Gjesti. Gjestit janë hequr disa kënga YouTube që përfshin kënga Katile, Idiote, Uhalite dhe Pandemia janë zhdukur nga YouTube. Fansat e reperit të njohur Gjesti janë përballur me një surprizë të pakëndshme këto ditë. Disa nga hitet më të suksesshme të tij janë zhdukur pa gjurmë nga platforma YouTube. Këngë që dikur pushtonin rrjetet sociale dhe klube të natës si Katile, Idiote, Uhalite dhe Pandemia nuk janë më të disponueshme për dëgjim, duke lënë pas një boshllëk në repertorin muzikor të artistit dhe shumë pikpyetje për ndjekësit e tij të shumt. Prej disa ditësh, ndjekësit kanë nisur të vërshojnë në profilet e Gjestit në Instagram dhe TikTok, duke kërkuar sqarime rreth mungesës të papritur të këtyre projekteve që kanë shënuar kulme në karrierën e tij. Komentet janë të shumta dhe të lloj-llojshme, nga thirrjet për rikthimin e videove deri tek teoritë konspirative për prishje marrëdhëniesh mes artistit dhe bashkëpunëtorëve të tij të më përparshëm. Burime të afërta me menaxhmentin e Gjestit kanë konfirmuar për redaksin ton se këngët e përmendura kanë qenë të menaxhuara më parë nga Samet Potera, producent dhe menaxher i njohur në skenën shqiptare. Sipas të njëjtave burime, platformat ku këto këngë ishin ngarkuar janë sulmuar kibernetikisht dhe videot muzikore janë fshirë në mënyrë të njëanshme dhe pa asnjë paralajmërim. Po punojmë për rikthimin e tyre sa më shpejt, është shprehur një burim nga ekipi i Gjestit që ka dashur të mbetet anonim. Kemi nisur procedura teknike dhe ligjore për rikuperimin e materialeve të fshira, por aktualisht nuk kemi një datë të saktë për rikthimin e tyre. Nuk dihet ende kush qëndron pas këtij sulmi, por jemi duke hetuar. Ende nuk ka një deklaratë zyrtare nga vetë Gjesti lidhur me këtë situatë, por heshtja e tij ka ngritur më shumë spekulime. Ndërkohë komuniteti i fansave të tij vazhdon të jetë aktiv në rrjetet sociale, duke shfaqur mbështetje dhe duke i rikujtuar këngëtarit suksesin që këto projekte kishin arritur. Katile ishte kolon zanore e verës, son të kaluar. Si ka mundësi që një këngë kaq ikonike të zhduket kështu, shkruan një ndjekës në rrjetin social Instagram. Kjo nuk është hera e parë që artistët të skenës shqiptare përballen me sfida të tilla, ku hakime të llogarive apo mosmarrveshje me menaxhmentin çojnë në fshirje ose bllokim të projekteve. Por në rastin e Gjestit, zhbërja e papritur e një arkive muzikore kaq të suksesshme konsiderohet një humbje jo vetëm për artistin, por edhe për skenën urbane shqiptare në tërësi. Ndërsa pritja vazhdon, fansat shpresojnë që Katile, Idiote dhe hitet e tjera të rikthehen së shpejti në platformat online për t'i dhënë edhe një herë zë një prej artistëve më energjik dhe të veçantë të momentit. Deri atëherë publiku mbetet në ankth, ndërsa misteri rreth sulmit dhe autorëve të tij ende mbetet i pazbërthyer.